تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أجت لفدية تكون vetëm Allahut, ata e lavdërojmë dhe shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu s'ka kush e devion dhe kë devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dimë asgjë pas asaj që na ke mësuar ti, në të vërtetë ti je gjithdituri, i urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë të rësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë me leximin, me shpjegimin dhe komentimet në lidhje me tefsirin e disa ajeteve nga libri i madhërisëm i Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe më tutje jemi në tefsirin e surës At-Talaq. Kemi arritur deri te ajeti i 4, ku Allahu i lartësuar thot: "Wallahi ya'isna min al-mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhurin wallahi lam yahidna وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا." Do thot ato të cilat nuk kanë më menstruacione prej grave tuaja, nëse dyshoni, atëherë ideti i tyre ose koha e tyre e pritjes është 3 muaj, dhe gjithashtu ato që nuk kanë pasur menstruacione. Për shtatzanat, koha e tyre e pritjes është ta lindin, do të thënë atë që kanë në bark, dhe وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, dhe kush i friksohet Allahut ose kush i ruhet dënimit Allahut, Allahu atij ja lehtëson çështjet. Pra në këtë ajet, ky ajet është vazhdim i ajeteve të para të surës Talaq, ku tregohen rregullat dhe normat dhe ligjet e divorcit dhe çka ka, do të thënë, obligime në lidhje me gjendjen e divorcit dhe periudhën pas divorcit. Në këtë ajet, pasi Allahu subhanahu wa taala ka treguar për njërin lloj të iddes, do të thënë njërin lloj të pritjes pas divorcit, që është, do të thënë, gruaja me menstruacione që duhet të presë 3 cikle pas divorcit. Tani këtu në këtë ajet, si vazhdimsi, tregon për normat e llojeve të tjera të grave, dhe këtu në fillim, do të thënë, ka thënë wallahi ya'isna min al-mahidi min nisaikum, do të thënë ato që janë, do të thënë, nuk shpresojnë se do të kenë menstruacione më. Do të thënë ato që janë dalë, të cilave u janë dalë menstruacionet, do të thënë në një mënyrë që nuk shpresohet se do të kenë më pas tjera menstruacione. Do të thënë nuk bëhet fjalë për ndalje të përkohshme ose vonim, por bëhet fjalë për ato gra që të cilave u ka ndërprer menstruacioni, ose si quhet, do të thënë me terminologjinë tjetër, që kanë hyrë në menopauzë, do të thënë ato që nuk kanë më shumë menstruacione. Dhe in irtabtum, do të thënë nëse dyshoni, pra pasi e morët vesh se si është koha e pritjes për gratë me menstruacione, që duhet të presin 3 cikle, tani nuk e dini për këtë llojin tjetër të grave, atëherë ka thënë fa'iddatuhunna 3 ashhur. Do të thënë pritja e tyre ose koha e pritjes tyre është 3 muaj.
Wallahi lam yahidn. Edhe gjithashtu e njëjta norm vlen për ato që nuk kanë pasur menstruacione. Domethënë gra që kanë qenë të martuara edhe nuk i kanë deri në martesën e tyre dhe deri në divorcin e tyre nuk kanë pasur asnjëherë menstruacione, ose për shkak të moshës së vogël ose për shkak të ndonjë shkak tjetër. Atëherë gjithashtu edhe koha e tyre për pritje është 3 muaj. Pastaj thotë wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hamlahun. Domethënë ato që janë shtatzana, domethënë koha e tyre është derisa ta lindin atë që ose domethënë shprehja është më e përgjithshme dhe do t'i tregojmë detajet për këtë. Domethënë derisa ta heqin ose ta nxjerrin, domethënë atë që e kanë në bark ose barrën e tyre, derisa ta nxjerrin barrën e tyre. Do thotë gruaja shtatzan, nëse divorcohet gjatë shtatzanisë, atëherë vazhdon koha e pritjes për të deri në lindje ose nëse ndodh abort ose diçka ngjashme. Është transmetuar nga Subeja al-Aslamiyya radhiyallahu anha, thotë se ajo ka qenë e martuar me Sa'd ibn Khawla radhiyallahu anhu, që është prej Banu Amir ibn Lu'ay. Thot, dhe ai ka qenë prej atyre që kanë marrë pjesë në luftën e Bedrit dhe ka vdekur në haxhin e lamtumirës. Domethënë ka vdekur pra Sa'd ibn Khawla në haxhin e lamtumirës, kurse gruaja e tij Subeja al-Aslamiyya ka qenë shtatzan. Dhe pas një kohe shumë të shkurt ka lindur. Domethënë një kohë shumë të shkurt pas vdekjes së bashkëshortit saj, ajo ka lindur dhe atëherë pasi është pastru prej lehonis, është zbukuruar, është veshur mirë, edhe domethënë pra ka qenë e gatshme për martesë tjetër. Dhe atëherë domethënë kanë shku tek ajo Ebu Senabil ibn Ba'kak, edhe do thotë një njeri nga fisi Banu Abdiddar, edhe i kanë thonë mali rake mutajammila, domethënë pse je zbukuruar, la'allaki turajjin an-nikah, domethënë ndoshta shpreson ose ka pas për qëllim ndoshta duhet ta vanosh edhe pak martesën. Innaki wallahi ma anti binakih hatta tamur alayki 4 ashhurin wa 10. Ka thonë nuk do të lejojmë të martohesh derisa të kalojnë 4 muaj e 10 ditë. Domethënë siç është në ajet për gratë të cilave u vdesin burrat. Atëherë Subeja ka thonë, kur ma tha këtë, atëherë u vesha, domethënë mirë, dhe në mbrëmje shkova te i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe pyeta për këtë, dhe ai mu përgjigj ose më dha fatwa, eftani, thot fa eftani bi anni qad halaltu. Më dha fatwa se më është lejuar martesa në momentin që e kam lindur fëmijën. Dhe më ka thënë mund të martohesh nëse dëshiron, domethënë nëse gjen mundësi. Po ashtu transmetohet disa prej sahabeve, Suleiman ibn Yasar thot se Ebu Salama ibn Abdurrahman dhe Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhum ajma'in kanë qenë në një mezhlis, në një takim te Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, dhe duke folur për diturin, kanë përmendur për gruan që ka lindur pas vdekjes, ose gruan domethënë të cilës i ka ardhur lehonia. Do thotë kur thuhet tenefes, domethënë tenfus, el-mar'atu tenfus, do thotë ka arritur gjendjen e lehonisë, domethënë pa marrë parasysh me lindje ose me abortim, domethënë është në gjendje të lehonisë pas vdekjes së burrit të saj, domethënë për disa ditë pas vdekjes së burrit të saj. Atëherë Abdullah ibn Abbas ka thënë iddatuha akhirul ajalain, domethënë koha ose afati i saj është afati më i gjatë. Domethënë nëse
shkojnë më gjatë 4 muaj e 10 ditë, do të thënë nëse lind para 4 muaj e 10 ditëve, duhet pres 4 muaj e 10 ditë. Nëse kalon shtatzania pas 4 muaj e 10 ditëve dhe vazhdon, atëherë duhet pres derisa të lind. Pra ka thënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kurse Ebu Seleme ka thënë qad hallat, do të thënë ajo është, do të thënë e ka të lejuar të martohet, edhe janë kundërshtuar për këtë çështje. Atëherë Ebu Hurajra radhiyallahu anhu ka thonë unë jam me Ebu Selemen. Atëherë e kanë dërguar njërin Kurejb Meula ibn Abbas, do të thënë që ka qenë shërbetori ibn Abbasit, e kanë dërguar atë te Ummu Seleme që ta pyes, dhe kur është kthyer ka treguar se Ummu Seleme ka thënë inna Subejat al-Aslamiyya nufisat ba'da wafati zawjiha bi layalin. Do të thënë Subeja që e përmendëm, al-Aslamiyya radhiyallahu anha, do të thonë ka hyrë në lehoni disa net pas vdekjes së bashkëshortit të saj, dhe këtë ja ka përmendur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ai e ka urdhëruar që të martohet nëse dëshiron. Do të thonë nga ky hadith të dy transmetimet janë transmetuar në dy sahihet të Buhari dhe Muslim, dhe tregon qartë për këtë lloj të pritjes pas divorcit, domethënë që është pritja e gruas shtatzan. Dhe ajo është, do thotë edhe në secilën situatë, si e shohim, domethënë prej dobive që i kanë nxjerr dietarët, domethënë është se kjo idde, domethënë ky afat i pritjes është i përgjithshëm në secilën situatë. Edhe për çdo grua, domethënë, edhe atë që domethënë zakonisht ka pasur menstruacione, edhe atë që nuk ka pasur ose nuk do të ketë më, edhe ajo të cilës i ka vdekur bashkëshorti, edhe ajo që është në ndarjen e parë ose dytë ose tretën, që është ndarje përfundimtare. Domethënë në çdo situatë për gruan shtatzan, nëse divorci ka ndodhur gjatë shtatzanisë, domethënë se koha e saj për pritje është deri në lindje ose deri në fillimin e lehonisë. Ose deri, domethënë, hyrjen në gjendjen e lehonisë. Edhe në fund të ajetit thot Allahu wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Domethënë kush i ruhet Allahut, i ruhet zemrimit të Allahut dhe dënimit të Allahut me zbatimin e urdhrave dhe largimin prej ndalesave, do thotë atij Allahu i lehtëson çështjet. Të gjitha çështjet e fesë dhe dunjas, domethënë i lehtësohen nëse i rregullon atë çështje me takwa, si është në ajetet shumta, ka thënë Allahu i lartësuar wattaqullaha la'allakum tuflihun. Pra ruhuni Allahut, ruhuni zemrimit dhe dënimit të Allahut që të shpëtoni. Edhe ka thënë po ashtu në surën Hujurat është wattaqullaha la'allakum tuflihun. Domethënë fjala falah përfshin çdo lloj të suksesit dhe mirësisë. Pra në këtë ajet, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Domethënë, kush i friksohet Allahut, kush i ruhet Allahut, Allahu i jep atij lehtësim në secilën çështje. Dhe përmendja e kësaj pjese, më herët u tha në ajetet më përpara, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Domethënë, kush i ruhet Allahut, atij Allahu i jep rrugdalje prej situatave të vështira. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Edhe furnizon nga nuk e ka menduar ai atë furnizim. Kurse këtu e ka përsëritur Allahu subhanahu wa taala këtë të njëjtën, do të thënë e ka përsëritur urdhrin për takwa, edhe thot kush ka takwa ndaj Allahut, i lehtësohen të gjitha çështjet. Edhe këtu bëhet fjalë për gjendjen e divorcit, ndarjes ose përfundimit martesës, edhe aty patjetër se ka vështirësi. Edhe vështirësi në aspektin e dunjas, edhe frika për furnizimin që pason pas asaj, edhe frika për çështje tjera të jetesës për fëmijët e kështu me radhë. Domethënë ekziston nga një aspekt presioni i frikës,
edhe nga aspekti tjetër gjithashtu ekziston presioni i emocionet ose asaj fuqisë së zemrimit. Më thënë gjithashtu, prandaj gjithmonë se cilin ajet, Allahu subhanahu wa taala urdhëron dhe përkujton për takwa. Edhe në këtë gjendje që njeriu patjetër të friksohet Allahut dhe të ruhet, mos e shkaktoj zemrimin e Allahut edhe në këto situata, mos shkaktoj padrejtësi ose shtypje ose shkelje të drejtave. Dhe në qoftë se është në secilën këtë gjendje që i ruhet Allahut, atëherë Allahu do t'i jape rrugdalje, do t'i jape lehtësim, do t'a furnizoj dhe siç është në vazhdim të ajetit gjithashtu, wa men yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Edhe kush i ruhet Allahut, Allahu ja thotë në kjo është në fund të ajetit vijues që fillon dhalika amrullah anzalahu ilaykum. Do të thonë ky është urdhri i Allahut që Allahu ju ka zbritur ju. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Edhe kush i friksohet Allahut ose i ruhet Allahut, Allahu ja fal gjunahet dhe ja zmadhon, do të thonë, shpërblimet. Pra kjo është urdhri i Allahut, këto që i ka tregu Allahu në lidhje me ndarjen, edhe këto janë shumë me rëndësi edhe në ajetet që vinë më pas. Do të thonë ta kemi parasysh se këto janë urdhrat që i ka zbritur Allahu subhanahu wa taala. Do të thonë afati i pritjes, pastaj edhe në lidhje me furnizimin, mbajtjen në shtëpi e kështu me radhë, që do t'i lexojnë të ajetet tjera. Duhet ta ketë parasysh besimtari se gjitha këto janë urdhra që i ka zbritur Allahu subhanahu wa taala. Prandaj nëse njeriu i përmbahet këtyre urdhrave, edhe ecë sipas tyre, do të thonë se ka takwa, i ruhet Allahu subhanahu wa taala, i zbaton urdhrat e tij dhe atëherë i fiton gjitha këto shpërblimet të dunjas, edhe pa ashtu shpërblimet e ahiretit. Wa men yattaqillah, do të thonë kush i ruhet Allahut, yukaffir anhu sayyi'atihi, do të thonë Allahu i ashlyen gjunahet. Wa yu'dhim lahu ajra, dhe ja shton ose ja zmadhon shpërblimin. Fjala yukaffir as-sayyi'at, do të thonë i shlyen ose i mbulon gjunahet, është për qëllim shlyerja e gjunaheve të vogla, sepse thot në Kur'an përmenden gjunahet e mëdha me fjalën dhunub ose me asi ose fjalë të tjera, kurse kur përmendet sayyi'at ose sayyi'a, domethënë njëjsi, atëherë është për qëllim janë për qëllim gjunahet e vogla. Si ka thonë, dhe për gjunahet e mëdha përmendet fjala maghfira ose ghufran. Do thot falje, që do të thonë shlyerje e gjunahit me shlyerje të pasojave. Kurse tekfir, do të thonë në këtë kuptim, yukaffir anhu sayyi'atihi, do të thonë mbulim ose shlyerje e këtyre gjunave që janë të lehta, do të thonë dhe nuk mbeten pasoja për to. Siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala në ajet tjetër, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Do thot nëse largoheni prej atyre të mëdhave që ju ndalohen, do të thonë ndalesat e mëdha që janë haramet e mëdha dhe mëkatet e mëdha, nëse largoheni prej tyre, atëherë ju ashlyejm gjunahet e vogla. Nukaffir ankum sayyi'atikum. Edhe kjo është takwa, do të thonë të ruhet njeriu nga mëkatet që ja ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Pra, siç kemi përmendur me qindra herë, takwa do të thonë zbatimi i urdhrave të Allahut dhe largim prej asaj që ka ndaluar Allahu. Do të thonë zbatimi i urdhrave, se përndryshe lënia e urdhrit është gjuna e madh. Dhe largimi prej asaj që ka ndaluar Allahu, që janë haramet e mëdha dhe dukshme, është gjithashtu, do të thënë, rënja në to është gjuna e madh. Prandaj nëse njeriu largohet prej gjunave të mëdha, atëherë patjetër se njeriu bie në gabime të vogla.
Domethënë vazhdimisht bien gabime, edhe atëherë për shkak të largimit prej gjunaheve, domethënë në këtë mënyrë dhe për shkak të takuas, atëherë shlyhen gjunahet e vogla dhe jepet edhe shpërblim. Domethënë Allahu subhanahu wa taala jep shpërblim siç është përmend në ajetin që e lexojmë, pra wa men yattaqillah, kush ruhet nga zemrimi i Allahut, ja shlyen gjunahet e vogla Allahu dhe ja shton shpërblimin. Edhe këtu thot nukaffir ankum sayyi'atikum, domethënë nëse largoheni prej gjunave të mëdha, ju shlyejm gjunahet e vogla, wa nudkhilkum mudkhalan karima, edhe ju fusim në vend të çmuar dhe fisnik, domethënë që është xheneti. Po ashtu ka thënë Allahu i lartësuar, ja ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Domethënë o ju që keni besuar, nëse i ruheni Allahut, nëse keni takwa, Allahu ju jep furqan, që domethënë dituri dalluese. Edhe domethënë që të dalloni dhe udhëzim dallues, ta dalloni të mirën dhe të keqen. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, domethënë atëherë ju ashlyen gjunahet e vogla, wa yaghfir lakum, edhe ju afal gjithashtu edhe të mëdhat. Wallahu dhul fadlil azim, edhe Allahu është domethënë dhuruesi i mirësive të shumta. Do thot nga kjo e gjitha kuptojmë se ka gjunahet mëdha dhe gjunahet vogla. Dhe këto gjunahet e vogla, përderisa njeriu ruhet prej të mëdhave dhe i zbaton urdhrat, atëherë ka vepra të shumta që i shlyen, që bëjnë shkak për shlyerje të gjunave të vogla, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams, domethënë 5 namazet, wal jumu'atu ila al-jumu'a, edhe namazi i xumas deri te namazi tjetër, wa ramadanu ila ramadan, edhe nga Ramazani deri në Ramazan, të gjitha këto janë mukaffiratun ma bainahun, domethënë janë shlyerse për mëkatet që bëhen ndërmjet tyre. Domethënë secilin namaz shlyen gjunat që janë bën nga namazi i kalum, idha ijtanabal kaba'ir, nëse njeriu largohet prej mëkateve të mëdha, atëherë shlyen këto të voglat vetëm me vepra të mira, ose me dhuntin dhe mëshirën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe pra si thamë më herët, takuaja është shkak për përmirësimin e gjendjes së dunjas, gjithashtu se pasi kur bëhet fjalë për ndarje prej gruas, do të thënë edhe bashkëjetesa edhe ndarja kanë diçka që mund të sjellin vështirësim për njëri tjetrin, edhe jetesa e përbashkët sjell vështirësim. Patjetër, do të thënë nuk është njeriu sigur kur jeton vet, nuk është më, do të thënë pasi të martohet. Edhe gjithashtu ndarja ka vështirësime ose padrejtësi nga njëra palë ose nga të dyja, edhe atëherë, do të thënë kjo në këtë situatë nuk e shtyn njeriu që të jetë i drejtë dhe të jetë ta ruajë nderin, po ashtu edhe të jetë dinjitoz edhe në bashkëjetesë edhe në ndarje. Do të thënë nuk e shtyn asgjë përveç se takuaja, përveç frika ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Për këtë shkak është përsëritur disa herë në këto ajete me garancën nga Allahu subhanahu wa ta'ala se nëse njeriu i qëndron i përpikt, do të thënë takuas, atëherë do t'i vinë lehtësimet dhe do t'i vi rrugdalja dhe do t'i vi furnizimi. Po ashtu ky ajet ose kjo fjalë e Allahut subhanahu wa taala është argument se njeriu në secilën situatë, do të thënë me takwa, e lehtëson situatë, në çdo gjendje, në çdo vështirësi që është, në çdo lloj të vështirësisë, edhe vështirësitë që kanë bëjnë me ngushtimin e rrezikut. Nëse njeriu ka varfëri ose vështirësi në furnizim, edhe nëse ka vështirësi në smundje, edhe nuk e gjen ilaçin, edhe nëse është i thelluar në borxhe, edhe nëse është i burgosur ose i robrum te armiku,
Domethënë në të gjitha këto raste, nëse qëndron besnik ndaj takwas, edhe në ato vështirësi ruhet prej haramit edhe ka parasysh mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala, të gjitha këto situata lehtësohen dhe vjen rrugdalja dhe furnizimi nga se ka mendu njeriu, domethënë vjen furnizimi nga Allahu subhanahu wa taala. Përmendëm në fillim të ajeti i parë se do thotë për ato që nuk kanë menstruacione, për ato gratë të cilat nuk kanë menstruacione, si ato që të cilat nuk ka fillu, si të ato që ka mbaru, domethënë edhe nuk do të kenë më, domethënë nuk ka shpresë se do të kenë më, të gjitha rastet koha e iddes është 3 muaj, ngjashëm me ato që kanë menstruacione, domethënë se ato e kanë 3 cikle, që domethënë është për afërt me 3 muaj. Kjo është argument se domethënë lejohet martesa e djemve dhe vajzave edhe në moshë më të vogël. Domethënë edhe nëse është para moshës së fillimit menstruacioneve, lejohet martesa, pasi janë treguar rregullat dhe ligjet për ndarjen, domethënë se patjetër ligjërisht është e ligjshme gjithashtu edhe martesa dhe kurorëzimi. Domethënë kur përmenden gjithashtu ligjërisht edhe rregullat e shkurorëzimit, kuptohet se ligjërisht është edhe valid edhe kurorëzimi. Për gratë gjithashtu për ato shtatzanat, domethënë pasi janë tregu rregullat se domethënë kur mbaron koha e pritjes me lindjen, domethënë se gjatë shtatzanisë është i lejuar talaku. Nuk është sigur gruaja që nuk është shtatzan. Kur nuk është shtatzan, atëherë duhet patjetër të presë burri derisa të pastrohet me menstruacion dhe të fillojë koha tjetër e pastërtisë, dhe në atë periudhë mos ketë pas kontakt me gruan, atëherë lejohet talaku në atë gjendje. Por nëse është në kohën e pastërtisë, ku ka pasur marrëdhënie me gruan, nuk lejohet shkurorëzimi në atë moment. Domethënë, ose të bëhet e qartë me pastrim, me një menstruacion, që dihet se nuk është shtatzan, ose të bëhet e qartë se është shtatzan. Atëherë, domethënë lejohet ndarja, që domethënë se gjatë kohës shtatzanisë, edhe nëse ka pas marrëdhënie më herët, atëherë në atë periudhë lejohet ndarja. Edhe siç tham, përfundimi i kohës pritjes është fjala e Allahut en yada'na hamlahun. Domethënë që mos kenë më në bark. Do thotë, nëse ka binjak, pra koha e pritjes mbaron kur të lindin deri te fëmia i fundit. Domethënë jo vetëm me fëmin e parë, edhe nëse nuk lind por aborton, do thotë me abortim spontan, si i thonë, atëherë edhe me ketë, domethënë nëse është zbrazur mitra e saj, atëherë ka mbaru koha e iddes dhe domethënë fillon periudha kur mund të martohet. Në ajetin tjetër thotë, domethënë tani pasi u fol për këto ndarje dhe për këto kohë të pritjes, pastaj dhe pasi ka thënë Allahu, domethënë e ka përsëritur urdhrin për takwa, vazhdimisht, kini frikë Allahut, këto janë urdhrat e Allahut që Allahu i ka zbritur, dhe na iku ta përmendim kjo fjalë që është përmendur se ky është urdhri i Allahut, domethënë këto fjalë që i lexon njeriu, duhet ta di se janë urdhrat e Allahut, me të cilat ka urdhëruar Allahu. Edhe ky është argument se të folurit është cilësia e Allahut subhanahu wa taala, se Allahu ka thënë ala lahul khalqu wal amr, domethënë Allahut i takon krijimi dhe urdhrimi. Dhe këtu kur i përmend fjalët,
do të thënë përmenden këtu disa fjalë dhe Allahu thotë ky është urdhri i Allahut, që do të thënë se janë fjalë me të cilat ka fol Allahu subhanahu wa taala dhe ky është hak, do të thënë besimi i Ahlus Sunna wal Jamaa. Përveç këtij argumenti, do të thënë edhe argumente tjera, mirëpo secili argument vetvete është i mjaftueshëm për vërtetimin e akides së saktë. Do të thënë akidja që është e bazuar në Kur'an dhe Sunet sipas kuptimit të sahabëve. Po ashtu edhe kjo fjalë që thot Allahu anzalehu ileikum. Do të thënë Allahu, këto janë urdhrat e Allahut që Allahu ju ka zbritur. Do të thënë se është argument se Allahu është lart, mbi qiell, është mbi arshin e tij dhe është i ndarë prej krijesave të tij. Nëse vinë, do të thënë ata që thonë se Allahu është në çdo vend dhe Allahu është bashkë me krijesat e tij. Pra ky ajet që janë të shumta argumentojnë se fjala e tyre është devijim, kurse e vërteta është se Allahu është lart, pasi i zbret fjalët e tij dhe urdhrat e tij nga lart deri te krijesat e tij. Do të thënë ajetin vijues që pasi urdhrua për takwa dhe për urdhrat e Allahut, për përmbajtjen ndaj urdhrave të Allahut, na jep Allahu edhe disa urdhra dhe rregulla për kohën e pritjes që është, ose për periudhën pas divorcit. Ka thënë askinuhunna min haythu sakantum min wajdikum wala tudarruhunna litudayyiqu alayhinna. Do të thënë le të banojnë ato, ose thë fjala askinuhunna, lini të banojnë, ose vendosini të banojnë, aty ku do të thënë në atë pjesë ku banon ju, me ato mundësi që i keni. Wala tudarruhunna litudayyiqu alayhinna, do të thënë edhe mos u bëni dëm që t'u angushtoni, do të thënë gjendjen, që ato t'ikin nga ai vend banim. Pastaj thotë wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alayhinna. Më thënë nëse janë shtatzana, atëherë ju furnizojni ato, shpenzoni për to, hatta yada'na hamlahun, derisa ta lindin barën që e kanë. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Nëse pastaj pas lindjes ato u japin gjë fëmijës, do të thënë ose ato janë që e ushqejnë fëmijën me gjë, atëherë u jepni atyre, do të thënë shpërblimin ose pagën që është për gjithënësën. Wa'tamiru bainakum bima'ruf, dhe gjithashtu konsultohuni dhe merruni vesh mirë mes njëri tjetrit, do të thënë për çështjet e fëmijës. Wa in ta'asartum, por nëse nuk mund të merreni vesh, atëherë fasaturdi'u lahu ukhra, atëherë mund të jap gjë një gjithënëse tjetër. Kemi përmendur te ajetet më parshme se Allahu ka ndaluar që gruan e divorcuar burri ta nxjerrë nga shtëpia. Do të thënë duhet të jetojë në atë shtëpi ku ka jetuar derisa të mbarojë afati i pritjes. Do të thënë jeton në atë shtëpi. Dhe këtu pasi janë përmendur këto rregulla, dhe një herë Allahu e jep në mënyrë urdhërore. Do të thënë një herë ishte ndalesa e nxjerrjes së grave dhe gjithashtu ndalesa për daljen e tyre. Këtu ka thënë askinuhunna në mënyrë urdhërore, do të thënë bëjni të banojnë ose mundsoni të banojnë min haythu sakantum, do të thënë aty ku banoni ju. Që do të thënë fjala min, do të thënë është për tab'id, do të thënë për një pjesë, do të thënë në një pjesë të asaj që ku banoni ju. Pra te banesa ku kanë banu deri atëherë dhe ku vazhdon të banoj burri, në një pjesë të asaj banese duhet banoj edhe gruaja e divorcuar. Pra nëse ka mundësi të ndahet, dhe nëse është si kemi treguar, nëse është ndarja e parë dhe e dyta, atëherë ka mundësi burri ta kthej gruan, ashtu? Atëherë jetojnë pa dyshim të e njëjta banesa dhe mund të takohen, mund të shihen, nuk ka pengesë. Nëse është pas ndarjes së tretë, ku është ndarje përfundimtare dhe nuk ka kthim, atëherë nëse banesa mund të ndahet,
që mos ketë përzierje, atëherë banon gruaja në atë shtëpi. Po nëse nuk mund të ndahet, atëherë burri duhet dal nga ajo shtëpi dhe gruaja të banoj deri në përfundimin e kohës afatit të pritjes. Ky është kuptimi i fjalës min haythu sakantum. Do të thonë nga ajo banesë në cilën ju banoni. Min wujdikum. Do të thonë sipas mundësive që i keni. Pra sa janë mundësitë e burrit, kush e ka shtëpinë më të vogël ose më të madhe, do të thonë sipas mundësive që i ka, secili e ofron atë që ka mundësi. Pra nuk ka ndonjë lloj ose ndonjë formë të caktuar të vendbanimit, por secili sipas mundësive. Siç jeton vet, do të thënë në atë mënyrë duhet ta mundsoj edhe jetesën për këtë gruan e divorcuar. Si tham, nëse është në divorc ku mund të kthehet, jetojnë bashkarisht, vazhdon, do të thënë deri në përfundimin e iddes. Nëse është me divorc që nuk ka kthim, atëherë duhet të ndahet, dhe nëse nuk mund ndahet, atëherë duhet dalë burri prej shtëpisë. Wala tudarruhunna litudayyiqu alayhinna, do të thonë mos i bani dëm grave, edhe mos i bani shtypje ose presion që të dalin. Do të thonë sigur të paraqiten se s'du të jetoj këtu edhe të jeni të arsyetuar para organeve, do të thonë. Por do të thonë duhet patjetër të lejohet banimi në atë banesë ku kanë qenë. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alayhinna. Edhe nëse janë gra, do të thonë shtatzana, atëherë shpenzoni për to. Do të thonë duhet gjithashtu të sigurohet ushqimi, veshmbathja, përveç këtij banimit që u përmend në mënyrë të prerë. Kemi përmendur më herët se gjithashtu duhet shpenzimi të jetë edhe për gratë që nuk janë shtatzana. Do të thonë pas ndarjes duhet jetoj në atë shtëpi, ose me fjalë tjera burri duhet të vazhdojë të asiguroj vendbanimin, ushqimin dhe veshmbathjen edhe pas divorcit gruas. Pse janë përmendur shtatzanat në mënyrë të veçantë? Do të thonë sa i përket ndarjes parë dhe të dytë, ndarjes ku mundsohet kthimi, nuk ka dallim mes shtatzanave dhe grave që nuk janë shtatzana. Te e treta, disa prej dietarëve kanë thënë se pas ndarjes së tretë burri nuk e ka obligim, do të thonë shpenzimin. Por më e vërteta është se edhe pas ndarjes së tretë vazhdojnë obligimet e bashkëshortësisë, do të thonë burri vazhdon të jetë i obliguar që ta furnizojë gruan e tij deri në kalimin e afatit pritjes. Atëherë pse janë përmendur vetëm gratë shtatzana në mënyrë të veçantë? Disa prej dietarëve kanë thënë se është për qëllim që edhe nëse zgjatet koha, më shumë se sa është pritja e zakonshme, do të thonë siç dihet, pritja maksimum do të jetë do të thonë 3 muaj, edhe ka mundësi që shtatzania është në fillim, do të thonë do të jetë kjo pritja 9 muaj. Atëherë, burri nuk duhet të tërhiqet nga shpenzimi dhe furnizimi i asaj gruaje deri në lindjen. Do të thonë hatta yada'na hamlahun, do të thonë derisa ta lindin barrën që e kanë. Por pas lindjes, do të thonë pas lindjes është bë ndarja e plotfuqishme, edhe nuk ka mënyrë, do të thonë për kthim përveç se me martesë të re. Tani pas kësaj lindjes vjen koha e gjithënies, do të thonë që duhet fëmia të ushqehet me gjë. Nëse gruaja pranon që ta vazhdojë këtë, që do të thonë se nuk e ka patjetër. Thot fa in arda'na lakum, do të thonë nëse ato u japin gjë fëmijës për ju, lakum, do të thonë se fëmia është i juaj, i burrit. Edhe nëse ato japin gjë, fa atuhunna ujurahun, atëherë duhet ta paguani. Si do të ishte pagu një gjithënse si ajo? Nëse është ajo për shembull gjithënse e një fëmije tjetër, si do të ishte paguar ajo grua? Në atë mënyrë duhet ta paguaj, do të thonë babai i fëmisë. Dhe thot wa'tamiru bainakum bima'ruf, edhe konsultohuni mes jush
merruni vesh mirë për atë që është më e dobishme për fëmin, se si do të ushqehet, si do të jetojë. Të gjitha shpenzimet për fëmin, kuptohet se i ka përsipër babai i fëmis, por edhe pjesë e këtyre shpenzimeve është edhe pagimi i gjithënëses. Edhe në këtë rast mund të jetë nëna e vet dhe duhet të paguhet nëse nuk jetojnë në një kuror. Nëse nuk janë të kurorzuar, atëherë duhet ta paguaj. Wa'tamiru bainakum bima'ruf, merruni vesh me të mirë për dobin më të madhe të fëmisë. Wa in ta'asartum, por nëse nuk mund të arrini marrëveshje, për shembull, ajo grua nuk do më shumë t'i japë gjë fëmisë, ose nuk mund të merreni vesh për pagesën, atëherë fasaturdi'u lahu ukhra, atëherë duhet të sjell tjetër gjithënëse burri. Do të thënë fëmia do të jetë te nëna vet, mirë po ushqimin me gji duhet t'i siguroj burrit, do të thënë që ta sjell një gjithënëse tjetër dhe ta pagojë atë, do të thënë si do ta kishte pagu çdo gjithënëse tjetër. Edhe thot li yunfiq dhu sa'atin min sa'ati. Edhe ai që ka pasuri të gjerë, le të jap nga gjerësia e pasurisë së tij. Do të thënë ai që ka shumë, duhet të japë më shumë. Wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Dhe kush e ka furnizimin e kufizuar, le të japë nga ajo që i ka dhënë Allahu. Do të thënë secili sipas gjendjes së tij, sikur për banimin, edhe për furnizimin e fëmijës dhe gjithashtu furnizimin e gjithënëses, sipas mundësive dhe sipas nivelit të fitimit ose pasurisë që ka burri. Falyunfiq mimma ataahu Allah. Do të thënë le të shpenzoj nga ajo që ja ka dhënë Allahu. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Do të thënë Allahu nuk e ngarkon askënd, asnjëri përveç në bazë të asaj që ja ka dhënë. Sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra. Dhe Allahu do të sjell pas kësaj vështirësisë, do të thënë pas vështirësisë, Allahu do të sjell lehtësim. Thot të gjitha këto ajete, pra Allahu subhanahu wa taala nuk e ka ngarku askënd për te mundësive që i ka, edhe për te asaj që ja ka dhënë Allahu. Do të thënë la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Pra Allahu nuk e ngarkon dikën më shumë se sa i ka dhënë. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Gjithashtu Allahu nuk e ngarkon askënd për te mundësive që i ka. Dhe pas gjitha këtyre normave, edhe si tham, mund të ketë mosmarrveshje, grindje, mund të ketë padrejtësi nga njëra palë, njeriu duhet të jetë i qetë se pas çdo vështirësie vjen lehtësimi dhe pas vështirësisë Allahu do të sjell lehtësim prej tij subhanahu wa taala. Dhe në këtë gjendje me të vërtet njeriu është në sprovë të rëndë, se friksohet prej varfërisë, friksohet prej aspekteve tjera. Dhe të gjitha këto janë nga shejtani, se ka thënë Allahu i lartësuar, ash-shejtanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha. Do të thënë shejtani ju frikson me varfëri dhe ju urdhëron për punë të këqija. Do të thënë që mos keni takwa, ju urdhëron që të bëni padrejtësi dhe të bëni punë të turpshme. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Dhe Allahu ju premton falje prej tij dhe dhunti të shumta. Wallahu wasi'un alim. Dhe Allahu është, do të thënë, i gjerë me pasuri të pafundshme dhe është i gjithdijshëm. Po ashtu ka thënë Allahu, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dhët, pas çdo vështirësie ka lehtësim dhe pas çdo vështirësie ka lehtësim. Do thënë, ajo është përsëritur dy herë, kanë thënë dietarët, pra pasi është përmendur e pasqyuar vështirësia, do të thonë se bëhet fjalë për vështirësinë e njëjtë. Kurse lehtësimi është i shquar, do të thonë atëherë përmenden dy lehtësime. Do thotë, prandaj kanë thënë asnjëherë nuk ka mundësi të ngadhnjej një vështirësi dy lehtësime. Pra Allahu sjell lehtësime të shumta, njeriu duhet të mbështetet Allahut dhe të friksohet Allahut për secilën çështje, të përmbahet, do të thonë, ligjeve të Allahut subhanahu wa taala. Këto janë ligjet e Allahut që Allahu na ka zbritur
si u tha në ajet, dhe muslimani duhet t'i mësoj, edhe t'i ketë parasysh se ligji i Allahut është ligji i përsosur, edhe aty është mirësia e plot, dhe nuk ka nevojë njeriu, nuk ka nevojë të shkojë te ligjet e të tjerëve ose të imitoj praktikat e të tjerëve, sepse çdo praktik tjetër ose çdo ligj tjetër ka mangësi dhe ka padrejtësinë ta. Ligji i shariatit është i ploti, i përsosuri, edhe shohim se në këto norma dhe këto rregulla nuk ka pasur asnjë ligj të ngjashëm para shariatit. Në kohën tonë, kur muslimanët janë largu nga ligji i Allahut dhe e kanë harruar, dhe nuk e dinë, kurse të tjerët e kanë marrë edhe e kanë përpunu për interesin e tyre, edhe në shesin sigur zgjidhje, më të përsosur që ka ardhur nga ana e tyre. Pasi ne kemi lënë ligjin e Allahut, e kanë marrë ata, edhe ne paraqesin sikur është një e arritur e atyre, që ne duhet ta ndjekim. Për këtë shkak duhet ta kuptojmë rëndësinë e mësimit fesë dhe kuptimit të saktë librit Allahut.